aty afër, Pemishtin. 4 hektare gjysmë kam Pemishte, 20 vjeçare, 10 vjeçare, edhe si jam i mbështetur prej pushtetit. Çka, janë që defekt, pse? A mosh më spigu? Tash sigurisht lidhje me qito, na kemi qenë Jo, po duhet fermerin me 5 hektar, 6 hektar molla, duhet me mbështet. Se më marrësh kalu më, se më refuzu. Mirë, po tash ndihma se si është, ne kena 2 lloj ndihmash. Ndihma është pagesa direkte, që japet për hektar. Ajo diçka tjetër. Jo, vetëm po tash. Dhe këtë vit kemi rrit 30% për pan. Pikërisht se dojmë inkraju për pan. Kjo është me ndihmë bujkët këtë shpenzime që ka me t'i kalu. Sigurisht nuk është e mjaftueshme, por kemi rrit 30% këtë vit. Edhe këto kemi diskutuar edhe me Nazën, që këto ne kemi diskutuar. Dhe e dyta, konsultim pikërisht me Nazën, edhe me këta bujq që dyshëm, i kemi shtuar 3 skema të reja të grante. Rjetat, agrofolit, shumë e rëndësishme dhe skema për mbrojtjen, skema kombëtare e sigurimit bujqësor. Tash grante për prodhim. Pse s'ke fitu? Unë besoj që na do ju garantoj që ato do trajtohen me prioritet. E dyta, meritokracia do të qeverisë në çdo pore, dhe nëse ki në një ankesë ose një arsye specifike, po jemi interesuar nëse ka të shtatë, me kuptu nëse ka pas një pengesë, edhe në tonë ty një përgjigje. Të garantoj që gjatë qeverisë s'ka shkëndijë s'ka me vend. Ministër, Po. ka drejt Ministri i Bujqësisë me pyet Bujkun ç'ës parti i takon. A ka drejt? Unë jam ministri i gjithëve. A ka drejt përmbyllën me një fjalë. Mund kanë pyet me çën parti i takon. Edhe mos nga ndihmë, po takon me Bujku është politika jonë, raportet Bujkut.